E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Allahu akbar. Müjde o haxhi. Müjde për ty. Thot ai që këtë lafët i ka të sinqerta e tamam, se Zoti ashtu e ka mësuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Do të kush ka në hax. E nuk e ruan nderin e tij, dhe e ruan namazin e tij, fjalorin e tij, dhe nuk bën gjunahe. Kthehet në shtëpinë e vet, ashtu siç e ka lind nëna e vet, pa gjunahe. Sikur dita që e ka lind nëna e vet, në ditë kur kemi lind që s'kemi pas gjunahe, që ashtu kthehet haxhia në shtëpinë e vet, që e ruan gjuhën e tij, që i ruan duart e tija, që e ruan mendjen e tij, dhe mundohet krejt mirë dhe ka e mira me mendu e me punu, e me mundu çdo të mirë, e çdo të dobishme që i ofrohet në Mekë ai të e bën e të e zbaton, ky njeri kthehet në shtëpinë e vet, sikur atë ditë që i ka lind nëna vet pa gjunahe, me gjunahe të faluna. Dita më e rëndë dhe më e keqe për shejtant dhe shejtant insan është dita e Arafatit. Andaj ju pengon dhe flasin se në ditën e Arafatit Allahu Azza wa Jall krenohet para krejt banorëve të qiellit me haxhilet dhe me mysafirët e vet. Që ato që i kalon pallatet e kësaj dunjoje, që i kalon vatanin e vet, që i kalon punët e veta, bizneset e veta, familjet e veta, kanë shku mu bo mysafir të Zotit. Allahu me ata njerëz para krejt me laqeve të qiellit krenohet dhe thot: shifni këto. Shifni këto. Mysafirët mi që krejt i kalon kanë ardhur në Arafat, në këtë shkretin, në këtë vend që vetëm shkretin ka asgjë tjetër, kanë ardhur me fitu kënaqësinë dhe falën e Allahut te bareke ve taala, dhe Allahu a fal gjitha xhilerëve dhe Zotin e madh e lutim që edhe xhilerëve tonë Allahu te bareke ve taala tu a fal e të na kthehen vendindjen tonë me gjunahe të falura ashtu siç i ka lind atë ditë nëna e tyre.